10 antarë të familjes Aslani në qytetin e Peshkopis jetojnë në një banesë me vetëm 2 dhoma, ndonëse janë 3 kuror, ata nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për të gjithë antarët e familjes. E zonja e shtëpisë Liliana Aslani thotë se njëri nga djemt ka zënë dhomën e gjumit, ndërsa djali tjetër me bashkëshorten e tij flenë të njëjtën dhomë ku flenë edhe ajo. Të paturit vetëm një dhomë gjumi ka futur në Shernuset, që si thot Liliana përfundoi disa herë në polici. Edhe kryefamiljari Kulejman Aslani thotë se ai ka të pamundur të jetojnë 3 kuror në një banesë me 2 dhoma. Ai vetë ka probleme të shumta shëndetësore dhe nuk mund të punojë. 3 kunor jemi këtu, jemi të uzonet të captu, në për policia kemi met. Në për policia, se jemi ngusht, nusja pleke kont. Ai thot dilte për shtëpi pse të dalon për shtëpi? E ne ke isharat nestra bashkia, qunin e madh. Se s'kemi leki gjo s'kemi. Në përnome kemi met. To punoj 10.000 leke ha buk, myk, krejt shpia, lakshtina madhe, lek s'kemi, borç jemi në fyt. Po zije nuset se jo duhun dhamën, jo dilti për shtëpi, jo trihun. S'kam që të bëj. Jetën 3 kunor me i dhamën një kuzhinë. 6 ditë që jetën me këtu. Të ishte nuset njëna ka 1 fëmijë, ai tita ka 3 fëmijë, ajo qërti thamune. Ku ta qoj unë në tonë, ku ta qoj? Nusë e vogël më flenë ke kam të mija me gjithë burë, ke kam të mija të vjerës. Ishte e asë original, ku ti qoj unë, ku? Unë jem shtesh i barë, për unë me një pension që i marë. Në për plena keme? Na për plena punë në gruja, me fëmijët, me përkanace, jetim, me hanë i ka fshatë bukë. Ku të shti, ku të marë që i kam rajsë punë, ku të shkëjo? Sa të bëj me 100.000 lekë pensionu? Unë dhja të unë posë, në 3 unaza për zemër kam bu. Prindërit kërkojnë që shteti apo bashkia Dibër të gjejë një zgjidhje dhe t'i ndihmojë me një tjetër banesë, pasi në kushte që janë e kanë të pamundur që të jetojnë të gjithë së bashku. Ku ta daj ato, ku? Të shti ku? Qa të bëj? Jenë 3 kunarë tu, jemi mjetë grumu tu, ku të shkët? Po, nusje vogël flek tuk e kam tonë, se në balkon në lakshtin e madhe, si që pe vetë, o myk krep, janë myk në shtresat, nga lakshtina, kushte nuk kemi. 3 kurorët e familjes Aslani në qytetin e Peshkopis jetojnë në pallatin e strehimit social të ndërtuar nga bashkia Dibër. Qa të bëjmë? Në hale, lejmenë. S'ka kushte.